Një incident I ri me tone alarmuese ka rritur tensionet në rajonin e Kaukazit Jugor. Autoritetet në Azerbajxhan kanë vendosur të mbyllin përkohësisht një pjesë të hapësirës ajrore në jug të vendit, pasi raportuan se 4 dronë të dyshuar si iranian kanë hyrë në territorin e tyre ajror. Lajmi është bërë publik fillimisht nga agjencia ndërkombëtare Reuters, e cila citon burime zyrtare nga sektori I aviacionit dhe institucionet e sigurisë në Azerbajxhan. Sipas raportimeve, hapësira ajrore e prekur do të qëndrojë e mbyllur për rreth 12 orë. Vendimi është shpallur përmes një njoftimi zyrtar për aviacionin civil, I cili u është dërguar pilotëve dhe kompanive ajrore ndërkombëtare për të paralajmëruar mbi kufizimet e përkohshme në fluturime mbi zonën jugore të vendit. Autoritetet azerbajdxanase pretendojnë se 4 dronë të nisur nga territori I Iranit kanë kaluar kufirin dhe kanë hyrë në hapësirën ajrore të Azerbajxhanit, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë kombëtare. Sipas burimeve zyrtare, incidenti ka detyruar institucionet përkatëse të reagojnë menjëherë, duke marrë masa parandaluese për të shmangur çdo rrezik të mundshëm për trafikun ajror dhe për stabilitetin e rajonit. Vendimi për mbylljen e hapësirës ajrore konsiderohet një masë emergjente sigurie, e cila përdoret zakonisht në situata kur ekziston rrezik potencial për përplasje ushtarake ose për incidente të tjera të rënda në ajër. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi trajektoren e dronëve, apo nëse ato janë neutralizuar nga sistemet mbrojtëse të Azerbajxhanit. Ngjarja vjen në një moment kur tensionet mes Azerbajxhanit dhe Iranit janë rritur ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë të ndërlikuara për shkak të zhvillimeve gjeopolitike në rajon, përfshirë edhe lidhjet e ngushta që Azerbajxhani ka me Izrael. Më herët gjatë ditës, autoritetet në Azerbajxhan kishin akuzuar Iranin për një sulm të mundshëm me dron ndaj rajonit të Nakhchivan. Ky rajon është një enklam autonome e Azerbajxhanit, e ndarë gjeografikisht nga territori kryesor I vendit dhe që kufizohet drejt për drejt me Iranin dhe Armenin. Sipas zyrtarëve Azerbajxhanas, dronët dyshohet se kishin në shënjestër pikërisht këtë zonë strategjike. Nakhchivani konsiderohet një rajon me rëndësi të madhe gjeopolitike dhe ushtarake, pasi shërben si një nyje e rëndësishme për balancën e fuqisë në Kaukazin Jugor. Analistët e sigurisë paralajmërojnë se çdo incident I tillë mund të përshkallëzojë situatën në një rajon që historikisht ka qenë I ndjeshëm ndaj konflikteve dhe rivaliteteve rajonale. Përplasjet mes Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabakh kanë lënë ende plagë të hapura në këtë pjesë të botës, ndërsa përfshirja indirekte e aktorëve të tjerë rajonal e bën situatën edhe më delikate. Nga ana tjetër, autoritetet në Iran I kanë mohuar kategorikisht akuzat e bëra nga Azerbajxhani. Zyrtarët iranian kanë deklaruar se vendi I tyre nuk ka ndërmarrë asnjë operacion ushtarak kundër Azerbajxhanit. Sipas deklaratave të tyre, incidenti mund të jetë rezultati I veprimtarisë së aktorëve të tjerë në rajon. Në mënyrë të veçantë, disa zyrtarë iranian kanë sugjeruar se incidenti mund të lidhet me aktivitetet e Izraelit, duke nënkuptuar se dronët mund të jenë pjesë e një operacioni më kompleks që synon të destabilizojë situatën në rajon. Këto deklarata kanë shtuar edhe më shumë konfuzionin rreth incidentit, pasi deri më tani nuk ka prova të pavarura që konfirmojnë origjinën e dronëve apo qëllimin e tyre të saktë. Ndërkohë, autoritetet e aviacionit civil në Azerbajxhan po monitorojnë nga afër situatën. Fluturimet që kalojnë mbi zonën jugore të vendit janë devijuar përkohësisht drejt korridoreve të tjera ajrore për të shmangur çdo rrezik për sigurinë e pasagjerëve dhe të ekuipazheve. Ekspertët e sigurisë thonë se përdorimi I dronëve në operacione të tilla është bërë gjithnjë më I zakonshëm në konfliktet moderne. Dronët mund të përdoren për zbulim, mbledhje informacioni apo edhe për sulme të drejta, duke e bërë shumë më të vështirë identifikimin e menjëhershëm të përgjegjësve. Në këtë kontekst, incidenti I fundit shihet si një tjetër tregues I tensioneve në rritje në rajonin e Kaukazit Jugor, ku interesat e fuqive rajonale dhe ndërkombëtare shpesh përplasen. Për momentin, situata mbetet në zhvillim dhe autoritetet në Azerbajxhan pritet të japin informacione të reja në orët në vijim. Mbyllja e përkohshme e hapësirës ajrore në jug të vendit është një tregues I qartë se institucionet e sigurisë po e trajtojnë incidentin me seriozitet maksimal. Ndërsa hetimet vazhdojnë, komuniteti ndërkombëtar po ndjek nga afër zhvillimet, pasi çdo përshkallëzim I mundshëm mes Azerbajxhanit dhe Iranit mund të ketë pasoja të gjëra për stabilitetin e të gjithë rajonit. Në një
zonë ku historia e konflikteve është ende e freskët, edhe një incident i theshëm me dron mund të mjaftoj për të ndezur një krizë të re gjeopolitike.